Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Shtylla e gjashtë e imanit është të besuarit në kader, përcaktim. Allahu i lartësuar thot: në çdo send e kemi krijuar në mas të caktuar. Të besuarit në përcaktim kader është burimi i lumturisë së çdo besimtari, sepse ai shpirtin e tij, pra shpirtit e tij jep kënaqësi në çdo situatë në cilën gjendet. Ndërsa në zemër qetësi, besimtari e di që Zoti i tij është Zoti i gjithësisë, i urti, i gjithdijshmi, ai i cili është i lajmëruar mbi çdo gjë, ai i cili vendos gjërat në vend të vet me shkak, me qëllim dhe urtësi. Por nëse këta, shkaku, pra dhe qëllimi janë të panjohur për njeriu, kjo është vetëm për shkak të pamundësisë së diturisë së njeriu për ta përfshirë atë mbi çka e mësoi gjithdijshmi. Ai i cili është mbi çdo gjë i njoftuar dhe ai i cili është krijuesi i çdo gjëje. Domethënë, besimtari është i kënaqur me çdo gjendje dhe nuk është i pikëlluar, i mërzitur dhe as i pakënaqur, sepse ai beson që sunduesi i tij e di urtësinë e çdo gjë që ekziston. Por edhe për krah kësaj besimtari mundohet që të përballojë përcaktimin, i cili është nga aspekti të shikuarit të tij. Fatkeqësi dhe të kënaqet me fatin e të mirave, sepse Allahu xhaleshanuhu e obligoi me atë dhe ai ja ka dhuruar shqisat të pamërit në zemër. Progresi i shkencës, i cili e hulumton mbretërinë e qiellve të tokës së Allahut, vazhdimisht shtrin argument pas argumenti mbi rregullsinë e të besuarit të mu'minit. Zoti i tij thotë: ne çdo send e kemi krijuar në mas të caktuar. Dhe nuk ka asnjë send e që sistemet e tij të ekzistimit të mos janë të përcaktuara me precizitet, kurse fati i tij përcaktuar për shkak të qëllimit dhe urtësisë së përcaktuar. Ky është ligji hyjnor, sunne, i cili vlen si për atomin ashtu edhe për galaktiken. Ja, kjo është gjendja e besimtarit i ndryshuar me dritën e Zotit të vet, i cili ecën rrugës së drejtë, rrugës së atyre të cilët Allahu xhaleshanuhu ua ka dhënë bekimin e vet, e jo rrugës së atyre. Jo në të atyre që kundër vetit të rroqen hidhrimin, e as në atë të atyre pra që e humbën veten.